Bashkimi Demokratik për Integrim ndjek me shqetësim të thellë fushatën e koordinuar për diskreditimin e procesit të fundit të regjistrimit të popullsisë, një proces ligjor, transparent dhe tërësisht i monitoruar nga faktori vendor dhe ndërkombëtar. Kjo fushat nuk është e rastësishme, ajo është pjesë e një skenari më të gjerë për të rishikuar të gjitha arritjet e dekadës së fundit, për të bërë një regjistrim të ri sipas agjendave të reja politike dhe për të rikthyer pabarazinë sistematike. E gjithë kjo është përpjekje e rrezikshme për të minuar themelet e marrëveshjes së Ohrit, për të kontestuar barazinë e fituar me shumë mund dhe për të prishur marrëdhëniet ndëretnike në vend, thuhet në reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Më tej BDI dënon fuqishëm këtë përpjekje dhe njofton se çdo aktor politik, institucional apo propagandistik që synon të minojë rendin kushtetues, marrëveshjen e paqes, barazinë etnike dhe bashkëtesën do të mbajë përgjegjësi politike, ligjore dhe morale. Nuk do të lejojmë që dekada përpjekjesh dhe sakrificash të nëpërkëmben për interesa ditore politike. Paqe, barazi dhe bashkëtesë janë vija të kuqe për të cilat BDI do të qëndrojë gjithmonë në balë të mbrojtjes, reaguan nga Bashkimi Demokratik për Integrim.